Dy ngjarje brenda 10 minutash, policia reagon për vrasjen dhe plagosjen në Tiranë. Autorët janë identifikuar. Policia e kryeqytetit doli me një njoftim zyrtar në lidhje me dy ngjarje të rënda që kanë ndodhur ditën e sotme me një të vrarë dhe një të plagosur në një harë kohor të shkurtër Tiranë. Informacion paraprak. Rreth orës 15:40 dyshohet se gjatë një konflikti në rrugën Kongresi Lushnjës është goditur me një mjet prerës shtetësje për rreth 31 vjeç, i cili si pasojë ka humbur jetën në spital. Rreth orës 15:50 në rrugën e Kavajës dyshohet se gjatë një konflikti është plagosur me armë zjarri shtetasi AK 34 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Policia ka identifikuar autorët e këtyre dy ngjarjeve, të dhënat e cilave nuk jepen për shkak se hetimi i vijon. Punohet intensivisht për kapjen e tyre. Ndërkaq, grupet hetimorëve janë punën për sqarimin e rrethanave të rasteve dhe dokumentimin e plot ligjor të tyre, si dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë të dyshuar të përfshirë në ngjarje.